Nderuar zonja kryetare e seancës, nderuar deputet, në pamundësi për qenë vetë i pranishëm për shkak të angazhimeve jashtë vendit, kryeministri më ka ngarkuar të i përgjigjem interesit të deputetëve për këtë interpelancë. E dëgjova me shumë vëmendje deputetin Shehu dhe më lejoni të ndaj me ju Ju lutem, mbajini pak qetësi. Më lejoni të ndaj me ju sa avion. Të pari, duhet jemi shumë të qartë. Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian është dhe mbetet absolutisht objektiv i panegociueshëm. Ai nuk është opsion, por siç e ka theksova dhe në diskutimin e mëparshëm sot paradite, është objektivi ynë strategjik kombëtar. Askund në atë artikull nuk bëhet fjalë për heqje dorë nga ky synim, as për relativizimin e tij, e për më pak për zëvendësim të rrugës që po ndjekim. Aty propozohet në fakt një rrugë e përshpejtuar dhe fleksibël, që lejon afrimin gradual me strukturat kryesore të Bashkimit Evropian përpara antarësimit, veçanërisht në fushat ekonomike të tregut të brendshëm dhe lëvizshmërisë, ndërkohë që procesi i antarësimit vazhdon natyrshëm me metodologjinë dhe me rrugën aktuale. Fakti që ky opinion është hartuar bashkë me presidentin e Serbisë nuk duhet dhe nuk mund të interpretohet si treguesi ndonjë aleancë të veçantë apo më pak i ndonjë projekti apo edhe më pak e më pak kundër ndokujt në rajon apo jashtë. Është veç se një artikull në një gazetë, as aleancë, as projekt, as vendim. Përkundrazi, ai dëshmon se vendet e rajonit, pavarësisht dallimeve shpesh të thella, siç janë ato që kemi me Serbinë në mënyrë të veçantë, në pajtueshmërinë totale lidhur me Kosovën dhe jo vetëm, janë në gjendje të gjejnë gjuhën e përbashkët kur interesat strategjike përkojnë. Integrimi evropian është një prej tyre dhe kërkon bashkëpunim, dialog dhe pragmatizëm. Së pesti, shumë është shkruar dhe është thënë në ato dy faqe artikull se ato i pas kishin bërë dëm Kosovës. Kjo është jo vetëm krejt e pa bazë, por është në fakt po të lexohet artikull rezulton e kundërta. Asnjë gjë në atë artikull nuk zbe, në asnjë mënyrë, në asnjë aspekt qëndrimin e qartë të palëkundur e konsekvent të Shqipërisë ndaj Kosovës, mbështetjen e plot të pa rezervë të vazhdueshme për shtetin, sovranitetin dhe subjektivitetin kombëtar të Kosovës. Këto janë qëndrime të njohura, konsoliduara të politikës sonë të jashtme ndër vite.